بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falënderojmë për të gjitha mirësitë të cilat i gëzojmë, me të cilat jetojmë. Të gjitha i kemi prej tij, qoftë i lartësuar emri i tij. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka bërë të mundshme të vazhdojmë shoqërimin tonë në këtë temë Kur'ani edukon. Jemi duke folë për edukimin që Kur'ani ju bën burrave. Do të flasim edhe sonte në këtë temë duke e vënë theksin te një shembull konkret që Kur'ani na e paraqet se qysh marrohet një burr, qysh prodhohet një burr, qysh edukohet një burr. Shembuj të këtillë në Kur'an padyshim që kemi shumë. Kemi zgjedhur të flasim për Musa'in alayhi salatu wassalam, i cili, sikur se kemi përmend, është një personalitet me prezencë të dendur në Kur'an. Përmendet përmi 100 venda në Kur'an Musa'i alayhi salatu wassalam. Edhe Allahu e ka bo, përveç e ka bo prej pejgamberve, e ka bo prej ulul azmit. Dhe i ka thonë, pra e ka bo model, jo vetëm për neve, e ka bo model për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur thotë Allahu wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, dhe bëhu i durueshëm e i qëndrueshëm, ashtu sikur se ishin të qëndrueshëm ulul azmi prej pejgamberve që ishin pejgamber të mëdhej, e që para Muhammedit alayhi salatu wassalam ishin Nuhi, Ibrahimi, Musai edhe Isai alayhi salatu wassalam. Duke qenë model për pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam, Musai padyshim është model edhe për neve, dhe ne muslimanët, pasuesit e Kur'anit edhe pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me shumë komoditet, përveç që e kemi model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shumë komoditet i kemi model edhe pejgamberët tjerë. Përparësia e kësaj qëndron në faktin se të gjithë ata pejgamber ndiqnin një vijë, edhe asnjëri prej tyre nuk i është shmang asaj vije prej fillimit njerëzimit, prej kur ka pas shpallje, sa herë ka pas shpallje pejgambert, njëjtën gjë e kanë promovu, ka mujt me pas dallime në detaje, që ato dallime janë konë si rrjedhoj e rrethanave në cilat kanë jetu popujt, të cilëve u janë dërgu pejgambert e caktuar. Mirë po baza, fundamentet e besimit, e të adhurimit e të nënshtrimit ndaj Allahut, e halali, e harami dhe e mira e keqja kanë qenë të njëjtat gjatë gjithë historisë njerëzore dhe tek të gjithë pejgamberët. Kësaj cilin do që ta këshim marë sonte me e trajtu si shembull, sigurisht se s'do të kishte ndonjë dallim kush e di çfarë, por duke qenë se Musa'i alayhi salatu wassalam është shumë prezent, atëherë s'prish punë me thonë sonte do të flasim si u formsu burrnia e Musa'it alayhi salatu wassalam. Ka shumë faktor, padyshim, se cili prej tyne e ka rëndësinë e vetë. Baza, sikur të çdo njëri, baza është familja. Dhe për shkak të kësaj, do të flasim për ndikimin e familjes në formimin e Musa'it alayhi salatu wassalam, për shkak se jemi të folë për diçka jo të paarritshme, po për diçka që në të vërtet, kur themi e kemi model, diçka që mundëm me apliku edhe ne, diçka që
mundet me konë konkrete, shumë thjesht konkrete edhe për neve. Kështu që të gjithë e dim se familja e ka rolin bazë të formimit të secilit. Dhe shumë natyrshëm, hala pa ditë, hala pa shku në shkollë, hala pa janis me lexu libra, e dim se edukata familjare është ajo e cila individin e përgadit, e bën të gatshëm që edhe hapat e më të tjeshëm të formimit me i ndjek me sukses. Për shembull, një fëmijë i cili ka edukat familjare, kur fillon me shku në shkollë, ai faktikisht procesit cilin ai e ndjek, ngritet mbi një bazë të fuqishme. Edhe çdo hap përpara që e qet pastaj një jetë, edhe kur rritet, edhe kur avancon, edhe kur bëhet i zot i vetit, domethënë çdo hap ai e ka një edukat e cila ngritet mbi një bazë të fuqishme. Tash na mundu me thonë mirë e cila ishte familja e Musait a.s. Baba i Musait a.s. e ka pas emrin Imran, që i bie se Musai a.s. ishte prej familjes e Imranit. Por jo prej familjes e Imranit, asaj familjes të famshme që përmendet në Kur'an Ale Imran, që është kaptina Ale Imran, se ajo është familja e Isait a.s. Po ky Imrani, baba i Musait a.s. ishte, domethënë, tjetër person, ani pse përmendet, domethënë, në transmetime edhe në të dhëna historike. Si duket, Isai a.s. e ka prej ardhjen, prej Ishakut, edhe që aty dikun të Ishaku a.s. takohen, në vërtet jo për Ishakut, e ka prej ardhjen prej Harunit, se të Ishakut gjithsesi edhe të Ibrahimi a.s. takohen të dytë, edhe Musai edhe Isai. Distanca mes tyre, historianët thonë dikun është 600 vjetë, mes Musait edhe Isait a.s. Allahu e din ma mirë. Por Isai a.s. ngritet deri te Haruni a.s. Haruni vllai Musait, pastaj këta dy vllazërit vazhdojnë deri te Ibrahimi a.s. Kështu që mundem me thonë se Musai a.s. është pasardhës i Ibrahimit. Pastaj është pasardhës i Ishakut, se Ishaku është i biri i Ibrahimit. Pastaj pasardhës i Jakubit, i cili i kishte 12 djemë që ishin bijtë e Jakubit, e Jakubi e kishte nofkën Israil. Israil në gjuhën hebraike do të thotë robi i Zotit. Abdullah që i themi në gjuhën arabe, robi i Zotit, Israil i bjen, e bijtë e Israilit prej tij rrjedh edhe Musai a.s. Kështu që mundu me thonë se në një paraardhje të largët, genealogjia e Musait a.s. takohet me Jakubin, me Ishakun, edhe me Ibrahimin a.s. Ndërsa prejardhja familjare dhe genealogjike, ani pse nuk është kusht me konë dëshmia kryesore për një njeri a është i mirë apo jo, megjithatë për njeriun e mirë edhe prejardhja fisnike është vlerë e shtume. Që do me thonë, mundet një njeri me konë i mirë edhe nëse nuk rrjedh prej ndonjë familje kush e di çfarë. Pra, s'është kusht, Allah se ka familjen, s'është as ky, mundet me konë. Por nëse është njeri i mirë, e ka edhe familjen të mirë, atëherë ajo është vlerë e shtume dhe Allah i madhruar e ka përmend për zgjedhjen që ju ka bë disa familjeve. Thotë Allahu në Kur'an, Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Allahu i ka përzgjedh prej njerëzve Ademin edhe Nuhun, wa ale Ibrahime wa ale Imrana alel alamin, ndërsa prej familjeve i ka zgjedh familjen e Ibrahimit edhe familjen e Imranit nga mesi i njerëzve. Pra për zgjedhje e ndonjë familje të caktume, nuk është se nuk ka bazë dhe nuk është se nuk ka vlerë. Kësaj të secili pejgamber që ka ardhur mas Ibrahimit a.s. është vlerë se të gjithë janë pasardhës të kujt? Pasardhës të Ibrahimit a.s. Pastaj të gjithë janë pasardhës të Ishakut, të e pas parasysh se Ibrahimi a.s. i kishte 2 djemë, Ismailin edhe Ishakun.
Të gjithë pejgamberët mas Ibrahimit a.s. janë bijtë të Ishakut, veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pasardhësi i Ismailit. Edhe te Ibrahimi takohen të gjithë, dhe për këtë arsye ai quhet baba i pejgamberëve, për shkak se ishte paraardhësi edhe pararendësi i të gjithë pejgamberëve që erdhën pas tij. Kurani flet edhe më tepër se kaq për familjen e Musait alayhi salatu wassalam. E përmend, sikur se e dim, e kemi lexuar, e kemi dëgjuar, rrethanat në të cilat ka lind Musai alayhi salatu wassalam ishin rrethana specifike. Beni Israel që jetonin në Egjipt si qytetar jo autokton, dhe si të këtill ishin të shtypon koptasit që ishin vendas në Egjipt, e konsideronin veten qytetar të dorës të parë dhe të rendit të parë. Beni Israelet më tepër i shfrytëzonin si shërbëtor të tyne. Edhe prej kësaj pjesë lindi Musai alayhi salatu wassalam. Përveç kësaj, Musai alayhi salatu wassalam lindi një kohë kur faraoni, sundimtari i Egjiptit atë botë, duke u bazuar në një ëndër që e kishte pa, kishte pru një ligj që fëmijët meshkuj, në fillim këtë fëmijët e Ben Israelve i vriste, po masanej i thanë nuk bën me i vrat të gjithë për arsye se këta pastaj do të shfarosen edhe s'ka kush me na shërby neve, por ëndra që e ke pa ti mund të ketë kuptimin vetëm të meshkujve, të djemve, se dikush prej djemve tyne e rrezikon pushtetin tënd, edhe kësaj me kalimin e kohës vendosi të vriste vetëm fëmijët meshkuj. Po ndonjë aty këtu shpëtonte. Do thonë se s'arrinte me i myt të gjithë. Kësaj edhe Musai alayhi salatu wassalam lindin ato rrethana kur vriteshin fëmijët, por Allahu i madhëruar e shpëtoi mrekullisht. E përmend Allahu në surën Qasas në ajetin e 7, thot wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Thot ne e frymëzum nanën e Musait që fëmia që sapo të lindi, edhe ti tash po friksohesh se nëse e gjejnë, nëse e dëgjojnë duke kanë me ardhë me ta marrë edhe me ta mbyt. Thot jep i gji derisa të ngopet, edhe kur të vijë momenti që friksohesh se kanë me ta gjetë, thot kape mështille, vendose në diçka edhe lëshoje në lumë. Lëshoje në lumë. Paramendoni çka po i thot Allahu me ba. Allahu nuk i ka folë nanës Musait alayhi salatu wassalam. E ka frymëzu. Ajo pa e dit, i kanë ardhur këto mendime edhe pa e dit pse ka po i vinë, ka vepru kësaj. I ka dhënë gjë foshnjës sa po lindun, e ka mbështjell mirë, e ka qit një ark të vogël, edhe e ka lëshuar në lum. Fa alqihi fil yam. Lëshuar në lum. Wala takhafi wala tahzani. As mos u frikso për te, as mos u pikëllo për ndarjen nga ai, se ne kemi me ta kthy inna radduhu ilejki o gjailuhu min al-mursalin, ne kemi me ta kthy atë, edhe në të ardhmen kena me bo një prej pejgamberve. Edhe donë Allahu elshon lom, faktikisht asnjë nan, sado që është i dhimbshëm fëmiu, nuk kesh me e bo një veprim të këtillë. Për çfarë arsye? Për arsye se mendja njerëzore mundet me thonë që ndoshta më shumë ka gjasa me mbjetu nëse e lojmë në tokë, se sa nëse e lëshojmë në ujë. Më shumë ka gjasa me u mbyt. Ani pse ti po friksohesh se edhe armiku ka me ta mbyt fëmijën e kështu me radhë, megjithatë gjasat për me shpëtu në tokë, sipas llogarive tona njerëzore janë më të mëdha se sa me shpëtu në ujë. A është kështu apo jo? Kërkush se lëshon fëmijën e vet në ujë, ashtu me thonë hajt lësho se pështan. Tjetra çka është interesante është se Allahu vendosi që rrjedha e lumit me e qu pikrisht aty ku ishte rreziku më i madh i tij. Me e qu në derën e atij që e kërkonte për ta vrarë. Ai i cili vriste fëmijë, ky fëmijë sapo lindon, me shku pikrisht
në bregun e lumit ku ishte pallati i faraonit, e gjetën e morën pa ka rëndësi, domethënë ajo rrjedha e ngjarjeve, për shkak se tema jonë është diçka tjetër. Tema jonë në rastin tash pika e temës tonë është familja. Edhe këtu te familja e Musait alayhi salatu wasalam përmenden dy personazhe. Dy personazhe të rëndësishme shumë, edhe që për secilin njeri, kush i ka, këta dy personazhe janë shumë të rëndësishëm, edhe në praktikën njerëzore është i pamohueshëm, jo vetëm ndikimi i tyre, por edhe vlera e tyre. Përmendet nana e Musait alayhi salatu wasalam. Edhe kërkosh nuk e diskuton se nana për secilin është personi më i dashtun se kam për qëllim fëmia që e don nanën, po personi që më shumë të e don fëmin, personi më i mëshirshëm, personi më i kujdesshëm, edhe personi që mas tepërmi është në gjendje me sakrifiku për fëmijën e vet. S'ka dikush për dikant që natyrshëm është i gatshëm me u sakrifiku, sigur se është e gatshme nana për fëmijë. Edhe përmendet pastaj motra. Prapë në surën Kasas, ai ajeti që e citova më herët është ajeti i 7. Në ajetin 11, nana po i thot qikës vet. Allahu po thot, wa qalet li ukhtihi qussih. Thot, dhe po i thot motrës së tij. Pra s'po thot qikës vet, po i thot motrës së tij. Pse? Për arsye se personazhi qendror në këtë rast është Musa alayhis salam, edhe çdo personazh tjetër lidhet me te. Nana e tij, motra e tij e kështu me radhë. Edhe në këtë rast i thot motrës së vet, domethënë motrës së tij, që është çika e vet, kosi, për cilë, shko këshyr çka po ndodh. Edhe Allahu thot, fabassurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ajo thot vazhdoi me pa ka për rrjedha e arka, dikush ka kjo të shkuet, të shpejtue, kështu me radhë, edhe po vëzhgon jo shumë larg, ani pse ata nuk po e shohin. Edhe në këtë rast, pra Musa alayhi salatu wassalam u trajtua për te përkujdesjes së Allahut fuqiplot, që realisht ishte e mrekullueshme, nga dy personat më të afërt që ishin nana edhe motra, që me shumë dashni edhe me shumë kujdes e përcillnin rrjedhën e ngjarjeve. Edhe realisht Allahu e përmend se nana prej dhimbjes madhe, prej dashnisë madhe për evladin, e përmend Allahu në Kur'an, thotë in kadat letubdi bihi laula rabatna ala qalbiha. Në moment caktuar nana thot prej dashnisë edhe prej dhëmshurisë të madhe, gati sa nuk e zbuloi të vërtetën. Që sikur të zbuloi që ky fëmijë ishte i Beni Israelëve. Ani pse u gjet para dyrëve të pallatit të faraonit, ai sigurisht se do të mbytej, mirë po thot Allahu ne thot e stabilizuam atë dhe e qetësuam që mos me reagu ashtu, që mos me e rreziku fëmin e vet. Edhe këtu është zanafilla e jetës së Musait alayhi salatu wasalam, nën përkujdesjen hyjnore në radhë parë gjithsesi, por Allahu i plot fuqishëm kur vepron edhe kur vendos diçka, janë disa situata të caktuara ku Allahu mrekullisht i bën me rrjedh gjanat, po kryesisht Allahu punon me sebeb. Allahu çon sebepe, çon shkaqe, qysh me u zhvillu gjanat, edhe në këtë rast, domethënë një prej sebepeve që Allahu e bani për Musain alayhis salam, e për neve është mësim, është familja dhe përkujdesja familjare. Këtu në këtë rrëfim nuk kemi ndonjë përmendje të pjesës mashkullore të familjes, base Allahu po don me na tregu se bashkëgjinia femnore, kur është në pyetje familja, ndoshta e kanë një rol të pamohueshëm edhe shumë të rëndësishëm, nana, motra e kështu me radhë, në mënyrë që njerëzit me e pase megjithatë secili antar i familjes është shumë i shtrejtë edhe shumë i çmueshëm, edhe kujdesi i secilit prej tyre ka rol pothuajse vendimtar në zhvillimin
e secilit. Musa alayhi salatu wasalam pra shpëtoi, dhe më njëherë vjen ai momenti tjetër, domethënë, që është rritja e tij. Ai vazhdoi tash me qenë pjesë edhe pse jo biologjike e familjes faraonit. Gruaja e faraonit e mor, e gjetën, i thanë lemani le të rritet me neve, edhe ndoshta e birësojmë. Rritet, qenë ka fëmijë i bukur, qenë ka fëmijë i shëndetshëm, rritet e birësojmë, e kemi një evlad pa u lodh, pa u mundu, për zgatshme. Edhe tash paramendoni, Allahu qysh u kujdes për Musajin alayhi salatu wasalam, tash në këtë pjesën e rritjes, ashtu që faraoni kishte mundësi lloj gra me pagu, nëse ishte nevoja, që ato me u kujdes për Musajin alayhi salatu wasalam, edhe e bani këtë gjë, mes tjerash edhe me ushqy me gji. Mirë po, Allahu e përmend se Musaji alayhi salatu wasalam asnjë gji nuk e pranonte. Do thonë, qante i ofronin gji të grave të ndryshme, asnjërin nuk pranonte me ushqy prej tij, edhe aty tani dolin pa motra e tij edhe njëherë, edhe ju tha, hel edullukum ala ehli bejtin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ja, po doni me ju kallëzu, ekziston që atje një gruaj, është një familje të cilët ndoshta kishin me tregu kujdes të mjaftueshëm për te, edhe do ta trajtonin me shumë përgjegjësi edhe sinqeritet. Tash ajo përkon po flet për vllahun e vet që ata se dinin që ishte vllau i saj, edhe po flet për nonën e vet që se dinin që ajo njëkohësisht është nona e tij. Do thonë një fëmijë e kena gjetë, po provojnë gratë me i dhonë gji, asnjërin s'po e merr, kjo po e thot apo e provoni edhe një gruç atje se ndoshta e merr gjinin e saj, edhe kësaj Allahu i madhruar thuhet mrena ditës e ktheu te nona e vet. Po tash në rahati të plot, tash me komoditet, tash po e bin njerëz të faraonit që me i dhonë gji nona e vet, plus po e paguajnë për shkak se elhamdulillah që u gjetë dikosh që gjinin e saj po e merr, ata absolutisht pa e ditë se kjo është nona e tij biologjike. Edhe Allahu tash edhe këto i boni dy mrekulli. Mrekullia e parë ishte se gruaja e faraonit tha qurratu ayni li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Tha mos e vresni këtë fëmijë, lënë të majmë, të këshyrëm, të rritim, ndoshta na hyn në punë nesër bëhet ndonjë kalor ose ndonjë luftar, ose bëhet fëmijë joni, e birësojmë, e trajtojmë si fëmijë tonin. Edhe më njëherë pjesa tjetër është që Allah i madhruar ja mundsoi nonës së tij, domethënë me u kujdes për te. Edhe kjo tregon se Musaji alayhi salatu wasalam tash vazhdoi të rritej në përkujdesin e dy familjeve. Kem të folë për rëndësinë e familjes, tash u bë pjesë e dy familjeve. Një aspekt formal vazhdon të rritej në familjen e tij biologjike, por në një aspekt tjetër rritej nën përkujdesin e familjes mbretërore. Edhe në këtë rast prap e shohim se çfarë ndikimi të madh pat kjo punë të Musaji alayhi salatu wasalam në rritjen e tij, në zhvillimin e tij, në formimin e tij, mundemi me marrë me mend se megjithatë familjet mbretërore nuk kursejnë në edukimin e antarëve të tyre, pavarësisht shumë deformimeve që eventualisht mundën me pas, sidomos kur është në pyetje keq përdorimi i pushtetit e i pasunisë e kështu me radhë, megjithatë është e pamohshme që në disa aspekte familjet mbretërore kanë edhe interesim që antarët e atyre familjeve me u rrit me prestigj, me i mësu, me i eduku, nga njëherë merren edhe me disa formalitete të protokollit të gjonave të ngjashme që të gjitha megjithatë e kanë ndikim të pamohshëm në formimin e individit, e menoj që kësaj e kanë pas ndikimin edhe të Musaji alayhi salatu wassalam. Edhe tu u rrit, Musaji alayhi salatu wassalam fillon të me mësu
edhe me mësu prej rrethanave, po në një farë mënyrë edhe Allahu i madhruar e pajiste me dije, prapë në një mënyrë të mrekullueshme. Dhe Allahu prapë thot, walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma. Dhe kur filloi të rritej edhe të piqej, thot ne e pajisnim, i dhuronim atij edhe urtësi edhe dituri. I dhuronim atij edhe urtësi edhe dituri, dhe në këtë rast menoj se këto dy fjalë, kur përmenden së bashku, urtësia e ka kuptimin e mençurisë dhe mendjen prehtësisë, dituria e ka kuptimin e diturisë, që e dim edhe na çfarë kuptimi ka. Pra, janë dy gjëra që njerëzit nga një herë thojnë, filani është i mençur, edhe thojnë filani është i ditur. Me qenë i mençur edhe i ditur, ka dallim. Me qenë njeriu të dyja të bashkë, e Musaja alayhi salatu wasalam ishte i ktill, kjo është më e mira. Pse? Për arsye se mençuria dhe mendjemprehtësia është diçka që njeriu e ka, mund ta ketë natyrshëm, dhe kur kësaj i bashkëngjitet dija, dituria, informacionet, njohuria e kështu me radhë, atëherë mençuria bëhet baza më e mirë për shfrytëzimin e mirëfillt të diturisë. E pejgambert i kanë pas të dyja. Secili prej tyne ka pas edhe mençuri, ka pas edhe dituri. Menoj që bile jo vetëm kaq, jo vetëm që kam pas, po gjithashtu me shumë përgjegjësi e them, s'ka pas, as mundet me pas. As në kohën e pejgamberve, as mas tyne, dikush që ka mujt me ja u kalu atyne, as në mençuri, as në dituri. Të mençuria, menoj se e kam pas të lindon dhe Allahu i ka kriju të ktill, e pejgamberlloku, kur e dim se është për zgjedhje, pra Allahu se ban rastësisht dikon pejgamber, po prej se e ka kriju, prej se ka lind, ai njeri është i gatshëm për pejgamberllok, edhe këtu pastaj e shohim se edhe të na njerëzit e rëndomtë, sado që dikush mundet me pas qef, me kon më i mençur, mirë, po të mençurit janë, si me thonë, ata me nivel të avancuar të mençurisë edhe mendjemprehtësisë, ata janë më të rrallë, edhe një farë mënyre njeriu mundet me u mundu, po tu mundu bëhet i ditun, po nëse nuk është mjaftueshëm i mençur, ose nëse nuk është shumë i mençur, s'është se bëhet shumë inteligjent me çka do që të mirret. Kështu që te pejgambert e Allahut te mençuria, e them me komoditet që s'ka mujt as atëherë as më vonë me u kalu kosh. Te dituria, ajo që kanë ditë, ajo që kanë mësu, pejgambert e Allahut i ka mësu Allahu drejt për drejt, edhe në ato që ka okon e rëndësishme për ta. Dijet që kanë të bojnë me njohjen e Allahut, me njohjen e realitetit jetës kësaj bote, me njohjen e ahiretit, me njohjen e obligimeve që kemi ndaj Zotit, besa me njohjen e halalit edhe haramit, të mirës edhe të keqës, edhe këtu mendoj se pejgamberve s'ka mujt kush me ja u kalu në dije. Por në ndonjë detaj të dijeve të kësaj dunjaje, në ndonjë mjeshtri, shkathësi, çka do qoftë, menoj që është e logjikshme me pas atëherë njerëz që në aspektin e dunjas kanë ditë ndonjë gjë konkrete ma shumë se pejgamberi i kohës që e kanë pas. Muj me i marrë një dy shembuj, po më kujtohen stash. Shembulli i parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi salatu wasalam, kur u nis me bëj hijret bashkë me Ebu Bekrin, e morën një njeri i cili ka me i udhëhesë në rrugë. Pse e morën atë njeri? Ai nuk ju garantoj as se ka me i mbrojt me shpatë, as se ka me i rujt prej rreziqeve ashtu, thjesht ka me ja u tregu rrugën. Që do me thonë se ata e angazhun atë njeri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e angazhoi atë njeri për shkak se kishte nevojë për te. Pse kishte nevojë për te? Për arsye se vetë ose nuk e gjente dot rrugën, ose e gjente me vështirësi.
Kështu e mori një njeri I cili ishte ekspert I kësaj pune. Që do me thonë se ai person në këtë aspekt ka mujtë, do me thonë, qëtë aspekt me qenë maj ditën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kjo është aspekt I parëndësishëm, për arsye se për 63 vjetë jetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç një herë ju ka dashur që ky shërbim, a ndoshta që neve, për shembull, kur s'na u ka dashur një shërbim I këtillë. Neve na duhet tash në kuptimin e teknologjisë, kur dojmë me shku dikon, I angazhojmë, I aktivizojmë ato të arrituna teknologjike, edhe shkojmë, po thjesht ja kemi lehtësu vetës jetën, se edhe para se me dal këto pajisje, njerëzit kanë udhëtu, sikur se edhe sot kanë shku, kanë ardhur edhe kur kërkush sa humbë. Mirë, po sot është bo ma e lehtë. Po pak ka rëndësi kja, e që ka rëndësi është se një aspekt pas ka pas dikush I pas ka ditë diçka ma mirë se pejgamberi a.s. Ose në betejën e Bedrit, kur I pozicionoi pejgamberi s.a.s. luftarët në pozicione luftarake, muslimant, njëri I tha, ja Rasulallah, qëtu ku po na thu ti me nejtë? Atë ka thonë Zotin a me nejtë që tu, aty po ta mërmenja që është ma mirë. Jo, thot, mu po ma mërmenja që shikun nga aspekti I aftësive luftarake është ma mirë që shto. I thot ai, ja Rasulallah, nëse këshëm hecë vesë edhe pak për para, edhe që të puset me uj, I këshëm shtin në menagjimin tonë. Në këshëm pas uj, armikus kish pas uj, kish me qenë ma mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi këto dhe I tha, jo, për këto punë, muni me qenë ma të dishëm se on. Edhe e pranoi atë si udhëzim. Dua të them se pejgambert e Allahut, me thonë dikush ka ditë për fe, ose për besim, ose e ka njoft, ose e ka dashur Allahun ma shumë se pejgamberit, s'është e mundon. Për këtë arsye këtu vjen shprehja ajo që Islami e promovon fuqishëm, e që fatkeqësisht një pjesë e njerëzve nuk e kanë kuptu, ajo është se rregullat e besimit, e të ibadetit, e ritualet, e namazet, agjerimi, zekati, e haxhi, e të ngjashme, Allahu e ka plotësu, edhe s'ka nevojë, as s'ka hapësirë, as s'është në rregull, me uqu dikosh sot me thonë, unë e kisha shtu edhe diçka në fe. Për shembull, Allahu ka thonë me u kthy ka kibla në drejtim të Qabës, do të thonë Qabi është çiknej, me uqu dikosh me thonë, jo bre, por nashta u ma mirë, më kthy ka lindja. Do të thonë më kthy edhe pak më të majt, ka lindja, pse më kthy ka juglindja? Ose më kthy ka perëndimi, ose krejt ato janë pa vend, ose Allahu ka thonë me I falë 5 vakte namaz, me thonë, jo, me I falë 6 nështë është ma mirë, se e këshum da 24 orëshin, në 6 periudha kohore të barabarta, ka 4 orë, çdo 4 orë ka një namaz. Po jo, se Allahu ka thonë ndryshe, ose Allahu ka thonë me e falë akshamin 3 recate, na me thonë, jo, 4 me falë, ma mirë, ma sevap, ma shumë 4, se 3. Jo, feja është plotësu edhe s'ka kërkosh mundësi as drejt me thonë, unë ju mësoj për fejt diçka, qas ju ka mësu pejgamberi. Pse? Për arsye se dijet fetare, ato të besimit, ato të ibadetit, për uljes ndaj Allahut fuqiplot, ato janë të plotësume dhe s'ka hiç as një hapësirë, as më e vogla hapësirë nuk ekziston për me shtu njeriu aty diçka, edhe për këtë arsye mundem me thonë se pejgambert e Allahut në këtë aspekt kanë qenë të kompletuar. I këtill ishte edhe Musaj a.s. për arsye se Allah po thot felemma belagha ashuddahu walamma belagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma. Dhe kur ai arriti pjekurin, do të thonë u rrit edhe u pjek, ne I dham edhe urtësi, I dham edhe dithuri. Musajnë a.s. e formësonin edhe përvojat jetësore. Jeta nuk e përgdheli Musajnë a.s. që prej fillimit të saj. Do thënë prej momenteve të para të arës në këtë dunja, Musaj a.s. ka qenë shumë I sprovum. Vujtjet s'ju kanë nalë asnjëherë, sprovat s'ju kanë nalë asnjëherë. U detyru nëna e vetë, sikur se e përmenda në fillim me hedhën lëmë.
pastaj e morën ata që prap po flas për llogaritje njerëzore, nuk dihej çka do t'i banin. Derisa ajo gruaja tha, lene se na shta na vyn rritet, ose e birsojmë, masani vazhdojmë me jetua si soj në mes familjes biologjike dhe asaj që e kishin marrë për kujdesje. E pastaj me kalimin e kohës, kur u bë i fuqishëm edhe fizikisht, i ndodhe ajo sprova me ata dy personat që grindeshin, edhe të dasht me i dal njërin e shtyu pak ma tepër edhe ai ra i vdekun, që realisht Musa a.s. e vrau, po e vrau pa dashje, për arsye se ajo se bën me i thonë goditje që ja dha Musa a.s. rëndom nuk është goditje vrasëse. S'ka ndodhë për shembull njeri të hy me i da dy njerëz që grinden me e vra njënin. A ka ndodhë, sigurisht ka ndodhë që njeri të hy me i da me e vra ata këte. Për arsye se ata që konfliktohen zakonisht përdorin dhunë ma shumë, përdorin edhe mjetet të dhunës. Nërsa këta që hynë për me enal konfliktin të asë përdorin mjetet të dhunës, asë se kanë atë synim. Kësisoj Musa a.s. hyni vesh për me i largu pej konfliktet, mirë po ishte caktimi Allahut që ai me vdek, e pastaj me kalimin e kohës, si me thonë, për një kohë shumë të shkurtër, u zbulu se kush ishte në realitet vrasësi, ani pse pa dashje. I ati personi edhe i erdhe një njeri prej skajt qytetit, Musait a.s. edhe i tha, i erdhe duke nëzitu, i tha, ja Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Tha, o Musa, ata janë të bo planit ashtë qysh me të eliminu ty, andaj one nëse më ndëgjon mu se ta du të mirën, jam shumë i përzemërt me ty, që edhe ik prej këtuajt. Dhe më thonë, mundësin e vetme për me shpëtu prej vrasjes e ki ratisja. Edhe paramendoni Musaja a.s. si me thonë në gjys ditës, pa kur far plani u detyru mu aratis. Aratisja është ma e ronë se burgo. Kush e ka provu e den. Ratisja është ma e ronë se burgo, për arsye se njeri kur të burgosët, në një farë mënyrë jetën e ka të garantume. Kur është në arati, as jetën se ka të garantume. Kur është në burg, e ka të garantume edhe ushqimin, e ka të garantume edhe strehën, edhe ngrohjen, edhe në arati, kur gjës ki të garantume. Përveç asaj shtoja në arati, frika është shumë e madhe. Hopum kapin qëtash, kështu që aratisja është shumë e madhe edhe shumë e randë, dhe Musaja a.s. u sprovu edhe me këte. Edhe në ecje e si për duke u aratis, arritin një vend që për te ishte shumë i huj, nuk muj me supozu a ka pas informacione Musaja a.s. ku është të shku. Sot ne, për shembull, kemi informacione edhe për shumë vendin cilat s'kemi qenë. E dim kush ka pak ma shumë qef me hulumtu, e dim fillon veni qëfar regullimi shoqëror ka, a është monarki, mretni, a është republikë parlamentare, a është kështu, a është ashtu, e din parafërsisht nëse të ka interesu, drejtat e njeriut në fillon venin sa respektohen, fillon venin sa nuk respektohen, edhe na si popull e kemi përjetu edhe na në kohë të caktume nevojen ose detyrimin për me u arratis, edhe e din njerëzit tanë se ku janë orientu, për shembull, kur janë ikë prej dhunës e prej të ngjashme, pse janë zgjedhë vendet caktume, për shkak se kanë menu se aty drejtat e njeriut janë më të garantume. Edhe mundësia për me mbjetu është më garantume, edhe ai vend s'ka pas marrëveshje me vendin prej ka janë arratis për me i kthy mrapa e kështu me radhë. Nuk e di Musaja a.s. a ka pas kësi informacione për vendin ku ka shku, ma shumë menja po më thëtë që jo, se ka ditë kohë të shku. Po hec, kam ri, ju ka paraqit një pamje, një fushë madhe, do njerëz me shumë bagti, tu shty ndërmjet vete, edhe që atje maraton prap një tub bagti, po pak mandamaz edhe aty dy vajza, jo dy bura, se ata këtë bura, ata qoban, po dy vajza dhe kjo tash kur i patha, qka u puna ju, pse përreni ju kështu? Ato po i thojnë, ne jemi këtu me bagtit tona të babës tonë,
Po na s'kemi vëlla, jemi veç na dyja, edhe na presim deri të kalojnë krejt ata burrat se s'munëm na ushty me tha, e na pastaj afrohemi me ju dhon baktive ujë. E Musaja a.s. duke qenë se ishte djali i ri, i fuqishëm, tha, a bon, tha, unë ti marr baktinë ju, unë shkoj shtyna me ata burrat aty, edhe ju dha baktive, tha aty në dy vajzave ujë, i ktheu, ato i morën baktinë edhe kanë shku në shtëpi ma herët se zakonisht, edhe baba i ka pyet pse herët sot ma herët, ato i rrëfejnë. Valla keni fardjale qështu të qështu. E po kush është ai nuk e njoftëm, veç sa e kryti punën me baktit tona, shkoj që aty të një lis, edhe u ol në rhijet lisit edhe metës aty. A Musaja a.s. kër e ka kry atë shërbim që ja u ka bo njerëzve, thash njerëzve, aty në dy vajzave, po flasim prap për një të arratison, për një njeri i cili halos është i sigurt me jetën e tij çka do të bëhet, megjithatë humanizmi, bamirësia, solidariteti po del në pah prej tij për arsye se është virtyt që edhe me dash s'munët me mshef. Ai që është burr i mirë, në esencën e tij, në brumin e tij, në formimin e tij, në edukimin që ja ka bo familja e të ngjashme, në përzgjedhjen që ja ka bo Zoti në rastin e Musait a.s. Ai s'munët me mshef solidaritetin edhe atëherë kur vetë është në zër për jetën e tij. Po, kur e kreu atë shërbim, Musaja a.s. u ol në një hije, kështu e përshkruan në Kur'an edhe tha një fjalë të madhe që kisha pas qef ta majmë men, se na vyn, është fjalë e mirë. Nëse jënë situatat njëjta, po situatat për afërta gjindemi gjatë jetës tonë. Tha Musaja a.s. ju drejtu Allah, tha Rabbi, inni lima enzelte i leje min khairin faqir. O Zoti ja, çka do që të lëshojsh ti prej mirësive tua te unë, kam nevojë për te. Çka do që të mjapsh, çka do që të më dhurojsh, unë kam nevojë për te. E qysh mos me konë kështu, kur ai realisht, kur gjë s'kishte që thonë të na krye shpirtin. E kështu, edhe na mundu me qenë situatat për afërta, edhe do të me bo shprehime, thonë, Allah, çka të mjep shumë kam nevojë për te. Edhe është e vërtet e pamohueshme, se funit edhe kur jemi rahat, jo veç kur është njeri në situata të krizave, ose të vujtjeve, ose çapodione, domethënë në shkundje të mëdha, po na gjithmonë jetojmë dhe mbijetojmë dhe shërbehemi me mirësitë e Allahut fuqiplot. Pra kemi nevojë për to. Allah na jep mundësinë me marr frym, ne frymojmë, na jep mundësinë me fol, flasim, me dëgjojmë, me hangër, me pi, me uvesh, me umath, me fjet, me ustrehu, me kështu me radhë. Domethënë të gjitha këto i kemi fal mirësive të Allahut fuqiplot. Po kur i kemi, nuk është se i çmojmë shumë, nuk është se jemi shumë të vetëdijshëm, sa mirë jemi. Po kur na mungojnë, e shohim se edhe një gotë me ujë e ka vlerën e madhe. E Musaja a.s. gjithmonë ishte mirënjas, por në atë rast, sikur ju përgjëru Allahut, sikur i tha o Zot, unë gjithë jam konë me mirësi tua të jetu, ama sot shumë kam nevojë, se s'kam kur gja. Çka të më qojsh, çka të më jepsh, unë kam nevojë për te, edhe pa dyshim se kjo ishte një përvojë shumë e madhe dhe shumë interesante prej, domethënë, atyne zhvillimeve, prej fëmirisë e deri te ky moment. Pastaj ai burri del edhe e merr, e çon një në vajzë, thotë hec shko thirrë atje banxhin se po du me e njoft, edhe e çon Allahu, mas i bisedojnë, ai burri i pjekun, i mençëm edhe i ditun, i thot, mas i arrëfen Musa i rrëfimin e vetë, i thot, la të khaf, në gjaute min el qaumi dhalimin. Mos u friksa, të pas ka pështu Allahu prej aty në zullumçarve. Do më thonë, kem rrit deri këto, mos u thot se këtu ata zvin me të lyp. Këtu s'kan pushtet, s'kan ingerencë me ardhë me të marë, edhe aty pastaj fillon një bised shumë e përzemërt mes tyne, që ky i ofron duke qenë se ti ki nevojë tash për strehim, ki nevojë për azil, apo do në munal në azil qëtu të onë. Njërën vajzë po ta jap për gru, po bëjmë marrëveshje, 8 vite deri në 10 vite, rresh shërbem mu këtu, edhe në momentin që bëhen 8 ose 10 vite, je i lirë çka të dush me vendos për jetën tonë, edhe aty merren vesh. Thojnë dietarët edhe njerëzit e mirë të rrethanave dhe të historisë, thojnë paramendoni Musaja a.s. në gjysmë ditës
ishte i arrathisun pa kur gja, në fund ditës ishte i plotësum edhe i përmbushun me begatit e Allahut, u bo me streh, u bo me gru, u bo me vend punës, u bo me siguri, mbi të gjitha, edhe kësisoj Allahu i sprovon robrit e vetë, por se cila sprov pa dyshim që është përvojën vetë edhe Musaj a.s. ishte shumë i sprovum, po edhe shumë përfitus i madhë prej atyne sprovave. Realisht sprovat janë ligji jetës edhe do të ishte humbja e madhe nëse njeriu nuk e ka litin për jetë. Rrethonat ndryshojnë gjithsesi, ashtu sikur se ndryshojnë njerëzit, ashtu sikur se ndryshojnë vendet, e tash njeriu i mençur përshtatet në rrethona, jo në kuptimin nëse rrethonat janë ku e mira ka përmasa dominante ky bëhet i mirë, në të kundërtën bëhet i keq. Jo, mirë, po nganjëherë retorikën do të me përshtat me rrethona të caktuara, ndërsa vlera mbetet vlerë, e keqja mbetet e keqje, pozicioni i muslimanit cili është përkrahas i të mirës edhe luftëtar kundër të keqës në të gjitha rrethonat që ndryshojnë. Edhe Musaj a.s. jetoj sa jetoj në atë vend aty, tash mor me u kthy te populli i vet, për arsye se e ndite vetëm borzli me u kthy te ata njerëz cilve u përkeste. Pejgambert e Allahut janë kanë shumë të vëmendshëm lidhur me njerëzit e afërt. Familja, farefisi, fisi e të ngjashme dhe njerëzve të vet u është duk se u kanë borxh më shumë se njerëzve të tjerë. Edhe kjo është një realitet i pamohshëm, edhe në asat. Njerëzve tonë ju kemi borxh më shumë se sa njerëzve të huaj, edhe mori Musaj a.s. me u kthy, Allahu i foli rrugës, i tregoi se të kom zgjedh me kon pejgamber, ja boni një trajnim të shkurt. Allahu ja boni një trajnim të shpejt Musajt a.s. Kur arriti te e pema që prej larg i dukej si zjarr, i tha Allahu, çka ki në dorë? Tha, kjo është tha shkopi im, si duket e kishte një shkop që e mbante në dorë vazhdimisht. Kjo është shkopi im, e tawakkau alejha, mbështetëm te kur heci, wa ahushu biha ala ghanami, masani kur du me e shkun dushkun prej pemëve me këtë shkop e shkundi, u li e fiha me aribu ukhra, edhe e përdore edhe për sene tjera. Tash trajnimi, Allahu i tha, hidhe, a i hodhi shkopin. Shkopi u shëndrun në gjarëpar. Kape. Musaj a.s. njëherë u friksu, pa Allah i tha mësutut, e kapi. Shtinë dorën këto, nxire, i bën të dora dritë, mësutut, krejt këto Allah i madhruar, i dha disa përparsi Musajt a.s. por edhe e trajnonte. Qysh me i përdor ato, edhe në fund e mësoj edhe qysh me fol. I tha, shko të faraoni, ajo është bo shumë i keq, e ka te i kalu çdo kufi, është bo shumë zullumqar, ama, pavarësisht qysh është ai, ti ati foli me fjalë të buta. Dhe që kjo është mësimi madhështor, që Allah i madhruar i dha Musajt a.s. ja u ka dhonë pejgamberve, por nëpërmjet tyre na e ka dhonë edhe neve, sado që dikush të bëhet i keq, edhe të tepron në zullum e në gjona të ndryshme, kjo në asnjë mënyrë neve nuk na jep drejt edhe na me u bot këqi. Për këtë arsye këtu vlen ai rregulli i rëndësishëm, ne sillemi me njerëz qysh e lyp sjellja jon, qysh e lyp akhlaku jon, jo që meritojnë ata. Sot, derisa jetojmë, derisa po flasëm, çto rrethonat tona, që ti në qiellit ton, a keni pas sa të këqien bë disa njerëz, sa ofendus, sa përbozës, sa shpifsa, sa gënjeshtar, sa e shajnë Allahun, sa e shajnë pejgamberin, sa e shajnë fenë, sa e shajnë islamin, sa e shajnë musliman. Kjo s'është arsye na me u bë sikur ata. Na duhet gjithmonë me ta me u sjell me sjelljen qysh na takon neve. Jo që meritojnë ata, ose qysh neve na doket se e meritojnë ata. Andaj kjo është një mësim shumë i madh. Kur Musa a.s. I thot Allahu kur i thot Musajt edhe vllajt ti Harunit, se këto Musa a.s. tha, o Zot, kjo detyrë shumë e madhe, unë po e pranoj, ama
shumë ma këshe lehtësu, si kur ta këshe bo dhe vllajën tem Harunin, pejgamber bashkë me mu dhe Allah ju përgjigj. I tha, idhheba ila Firaune, fe kula lehu qawlan layyina. Shkoni te Faraoni edhe flisni me fjalë të buta. Te Faraoni, para mendo të njëri më i keq që e një historia, ama flisni me fjalë të buta, edhe unë mendoj se burnia e lyp që njëri me koni sjellshëm. Nuk o burni nëse mësohesh me shah, nuk o burni nëse e bën shprehime fol vrasht, nuk o burni nëse sillesh keq qysh duket se të kam provoku tjerë. Funi funit, kur mos prano me hyn në arenë me njerëz të këqij, në arenën njerëzve të këqij, se ata ja kanë mordorën asaj arenës. Të bëjnë lëm, me të shame, me shpifje, me ofendime, kur s'mun është ti me ta. Nëse të duket vetja që po ja u mund dije se ki punën mirë. Për ndryshe, besimtarit i ka hije me koni mirë dhe i sjellshëm, edhe ndoshta ky do të ishte ai, si me thonë, mësimi i fundit që e nxjerrim prej kësaj teme, ani pse tema është shumë e gjanë, po inshallah takimet e ardhshme vazhdojmë me temën Kur'ani edukon, me momente tjera. Deri atëherë, Allahu ju rujt e ju bekoft. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.